Bashk me ne në Breaking do tjetë edhe avokati Edmond Petraj. Përshëndetje Aid. Përshëndetje, atëherë gjykata ka dhënë një vendim ditën e djeshme, jo vetëm për një akuzë, po për dy, ndaj Mario Përleshaj. Në fakt ashtu sikurse edhe citove Fiori, me 16 vite burg ka dënuar gjykata e Tiranës Mario Përleshajn, autorin tashmë të vrasjes Martin Canit në nëntor të vitit 2024 përpara shkollës Panoli, një ngjarje e cila tronditi në fakt edhe opinionin publik. Por çfarë ndodh? Pa mos u ndalur tek ajo se çfarë ndodhi një vit më parë dhe gjithë saga që ka vijuar pastaj për fat të keq me përhapjen në masë të përdorimit të armëve të ftohta nga ana e adoleshentëve apo minorenëve, duke shkaktuar edhe viktima të një pasnjëshme, por po ashtu edhe në bazë të asaj që patjetër prindrit e Martin Canit pretenduan ditën e kaluar pasi gjykata dha vendimin, duke mos e cilësuar edhe si drejtësi të plot. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri me miratimin e kodit penal për të mitur dhe patjetër do ta cilësoj dhe avokati dhe s'po marr rolin e juristes, por si gazetare dua ta sqaroj këtë pjesë. Duke qenë se ishte e pandarë më herët Fiori sa i takon pjesës së dënimeve për të miturit me krijimin e kodit penal, u ndan edhe disa sanksione të veçanta dhe mënyra se si do të trajtohej një i mitur, kryesisht kur është autori një vepre të rëndë penale, gjithashtu në rastin konkret asaj të vrasjes në rrethana cilësuese dhe të mbajtjes së armëve të ftohta. Për çdo të mitur në moshën 18 vjeç, kodi penal për të mitur parashikon që merr gjysmën e kodit drejtësisë penale për të mitur parashikon që merr gjysmën e dënimit, krahasimisht nëse një vepër penale e tillë do të ishte kryer nga një i rritur. Ndërkohë, të miturit të cilët kryejnë vepra të rënda penale, siç është rasti i Mario Përleshajt, në raste të rralla parashikohet gjykimi i shkurtuar. Pra nuk mund të ketë edhe përgjysmim dënimi, edhe gjykim të shkurtuar. I njëjti rast ashtu sikurse është përdorur edhe në rastin e Mario Përleshajt, ku me sa duket nga 25 vite burg që jepet zakonisht për vrasje, për shkak të kodit penal të drejtësisë për të mitur i është përgjysmuar, shto këtu dhe akuzën tjetër dhe Bashkimi i Veprave Penale ka dërguar në dënimin me 16 vite burg, bazuar gjithmonë në kodin e drejtësisë penale për të mitur. Gjykata e shkallës parë. Patjetër. Por nëse i referohemi pra këtij kodi penal për drejtësinë për të mitur, kaq është maksimumi që gjykata mund të jap në raste të tilla përtej faktit që kemi të bëjmë patjetër me një vepër të rëndë penale dhe e ritheksoj e ndjekur më pas nga ngjarje të njëjta të një pasnjëshme për fat të keq, ku dhe vetëm pak ditë më parë kishim një tjetër humbje jete në qytetin e Durrësit, po ashtu nga një përplasje me thikë mes të miturve në atë qytet. Avokat, e prisnit këtë vendim dhe mënyrën se si e ka gjykuar, le të themi, gjykata e shkallës së parë, pra për dy vepra penale. Edhe për vrasjen e Martin Canit, por edhe për tentativë vrasje ndaj shokut të tij. Më fal, Fiori pa shkuar tek avokati, avokat më fal që të ndërpres. Edhe në rastet e mëparshme kur ka pasur ngjarje të tilla, pra të mitur të cilët kanë kryer vrasje, që janë tashmë vuajnë dënimin e tyre në burgun e të miturve në Kavaj, pra në burgun riedukues të Kavajës, gjykatat shqiptare kanë dhënë një dënueshmëri nga 10 deri në 16 vite burg. Dhe patjetër duke i përmbahen edhe dënimeve të ngjashme që janë dhënë për vepra të ngjashme nga grupmosha të ngjashme. A duhet rishikuar? Kjo pastaj mbetet në dorë të juristëve shqiptar dhe të vendimarrësve shqiptar. Po. Avokat.
Ideja është që unë jam shprehur njërë për këtë situatë edhe u gjenda përballë një sulmi të papar, një shkullja një status në profetin tim, cilën si jurist nuk e pranoj dot pjesën se si një prokuror vinë me 25 vite për një fëmijë i cili ka kryer një krim shumë i rëndë, që është i dhimbshëm, dhe nuk bija dakord me pjesën e masës së dënimit, të cilën ishte pjesë shumë dëshkuese dhe as pak në pjesën e humanizmit. Unë nuk e kap në pjesën që nuk dhimbset ky fëmijë që është vrarë, dhimbset dhe në dhimbset jashtë mase, jam i mbështjell për sa i përket rastit të dhimbshurisë fëmijës së vogël Martin Camit, të Dundjerit, por dhe të familjarët e tia, por ajo që unë shikoj, unë nuk jam i mbështjell nga hakmarrja dhe urrejtja. Kjo është pjesa për të cilën unë kam diferencë nga ajo për të cilën në flas. Shikon, familjarëve ata thanë dhe vetë që nuk ja u sjell më fëmijën një. Problemi është që bëri 25 që të vinte prokurori, apo që bëri 16 vjet, apo 10 vjet, apo 4 vjet e tjera se si ishte frika se mos kodi për të mbitur e tolerant. Ne kemi një vrasje të rëndë, normalisht në këto parametra do të ishim se kemi një përgjysmim të veprës penale dhe masës së dënimit dhe aty shkon. Në 25 do shkon dhe 12, për ja e shtuar dhe pjesa e rrethanës cilësuese të pjesa e tentativës, që një normalisht aty është kapur një pjesë e caktuar diku tek 16 vjeç. Problemi është më i thellë se kaq. Po ne kemi precedent të tjerë ku janë dënuar më shumë se 12 vite. Unë kujtoj rastin e Gramshit dhe po lexoj pikërisht se sa vite ka dhënë gjykata për rastin e Gramshit. Besoj e mbani mend rastin e Fiori. Atëherë, në përfundim të hetimit dhe të gjykimit, gjykata e Elbasanit ka vendosur në bashkim të dënimeve u dënuar në total me 27 vite burg dhe me gjykim të shkurtuar gjykata vendosi përfundimisht ta dënoi me 18 vite burg. Gjykimi i shkurtuar është tjetër gjë dhe kur kemi te pjesa e kodit për të mitur që pranohet gjysma e dënimit, nuk aplikohet gjykimi i shkurtuar. Që do dishte. Kjo është marrëdhënie. Problemin unë e kam në tjetër sens. Më unë tani po përfshi dhe pjesën e humanizmit, pjesën edhe në rastin e Gramshit të mitur ishin. Shikom. Dhe është aplikuar gjykimi i shkurtuar. Shikom. Pastaj. Do të dishni diçka. Edhe një hym në gabim, sepse gjykata e lartë ka dalë me një vendim në 2024 ku thotë për rastet e vrasjeve me paramendim, nuk di nëse rasti i Gramshit është cilësuar si me paramendim apo jo, pavarësisht nëse autori është i mitur, nuk lejohet gjykimi i shkurtuar dhe as ulje me 1/3 e dënimit. Por në rastet kur mund të jetë në rrethana të tjera cilësuese apo thjesht vrasje, mund të ulet por jo gjykimi i shkurtuar, të paktën referuar këtij vendimi të gjykatës së lartë të Republikës së Megjithatë, Fiori, gjithsesi unë lexova vendimin e shkallës parë, nuk e kam vendimin e formës së prerë për rastin e Gramshit. Tjetër, rasti nuk i ngjan rastit, pra mund të ketë edhe akuza të tjera të cilat i shtohen, mund të ketë edhe pra një tjetër lloj ndjeshmërie ose një tjetër lloj, le të themi, mënyre apo kategorizimi të veprës penale që ka kryer. Kjo është një pjesë që mësmiri mund ta sqaroj edhe avokati, po patjetër fare mirë duhet ta kenë lexuar mirë edhe gjyqtarët të cilët kanë dhënë ato vendim në rastet me të mitur, ashtu si kundër edhe prokurorët të cilët trajtojnë çështjet e të miturve në për prokurori. Pra hetojnë çështjet e të miturve. Duhet të jenë shumë delikat me këtë pjesë. Shiko. Dënimi maksimal ai da. Fal avokat. Ne të gjithë kemi parë dhe jo më kot bëri kaq shumë bujë dhe jo më kot ju desh për fat keq kaq shumë Shqipërisë në këtë periudhë filmi adoleshenti që
të gjithë e pa me shumë kërshëri për të parë se si trajtohet dhe se si duhet trajtuar një i mitur kur kryen një vepër penale. Një i mitur kur kryen një vepër penale, pavarësisht se sa gjak ftohtë është për fat të keq, po thuaj se po aq viktim, pa dashur këtu absolutisht të lëndoj asnjë nga familjarët të cilët kanë humbur dritën e syve, mirë kuptoj, për është po aq viktim e mungesave të thella që ka shoqëria jonë, sa dhe vetë viktima që humbi jetën. Pra, nëse i vendosim në një peshore, Fiori, jetë të humbura janë të dyja, sepse sado që kemi institucione riedukuese, sado që themi ka avancuar dhe sistemi i trajtimit të miturve të cilët dënohen për kryerje të veprave penale nuk është i njëjtë me sistemin tjetër penitenciar, pra nuk trajtohen një lloj si të rriturit, por riedukohen, prap ai fëmijë del me trauma dhe me pasoja shumë të rënda në momentin që fiton lirinë dhe patjetër edhe shumë vite pas bashkëfushatarëve të tjerë, pavarësisht se shkollohen atje. Avokat. Shikoj. Sa rrim që është dhe apeli, janë dhe shkallët e tjera, po. Që nuk ka rëndësi se si do vështë është dhënë maksimumi, sepse dënimi për një të mitur ka qepet nga 12 deri në 16 vjet, duke qenë se kemi edhe 16 tjetër. Pra, në këtë rast gjykata ka dhënë maksimumin e dënimit, të cilit dënimi maksimal është më i ulti ky që mund të shkonte gjykata, nuk shkon më poshtë dot se nga 12 deri në 16 që ka lëvizur. Por problemi është në tjetër kund në këtë pikë, nuk e shikoj në këtë pikë, e shikoj në aspektin këtu tregon totalisht në qoftë se neve kemi një fëmijë sot në burg, një adoleshent, ne tregojmë që ka dështuar shoqëria, shkolla dhe familja. Dhe në këtë pikë duhet kapur çfarë u fitua dhe çfarë do të përfitoj shoqëria nga ky djalë adoleshent i cili ka kryer këtë krim, pa hequr pjesën që ai ka ndëshkuar padrejtisht dikë tjetër që i ka marrë jetën. Po pra shtrohet pyetja pse gjithë ky agresivitet i shtuar tek adoleshentët. Dhe këtu shikohet dhe ndoshta ky veprim është kryer për të frenuar ndoshta edhe pjesën e asaj egërsie të cilët po shfaqin adoleshentët, të cilët edhe pse nga të rriturit vendosen edhe për të kryer vepra penale të tjera, por që duhet parandaluar. E di kur, më fal që po të ndërpres, por adoleshentët nuk e kuptojnë agresivitetin e ligjit. Sepse ne sot në shkolla nuk kemi atë të kemi një shpjegim të qartë se si funksionon ligji, pra nuk e kanë edukatën ligjore. Kanë vetëm atë edukatën qytetare që mbaj mend edhe unë edhe Fiori, që besoj ka qenë dhe në kohën tënde dhe përsëri nuk është avancuar asgjë në të. Sot në përshkolla, unë nuk po flas vetëm në shkollat e Tiranës, të cilët, më fal ta përfundoj, të cilët shpesh bëjnë edhe sesione të tilla, pra sesione ku mund të trajtohen çështje ligjore, si vepron ligji, si trajton ligji të miturit, si duhet jenë të miturit përpara ligjit, por ti ke sot shkolla nëpër qytetet të tjera të Shqipërisë, shkolla të vogla ku adoleshentët të miturit nuk e kanë idenë e ligjit, nuk e dinë çfarë është ligji, nuk e dinë që dhe ata kanë sa të drejta dhe detyrime, nuk e dinë që ka një kod të drejtësisë penale specifikisht për ta që i bën po aq përgjegjës dhe që kanë përgjegjësi, ndoshta jo po aq por të përgjysmuar, ama përgjegjësi kanë, ashtu sikur se ka edhe një i rritur. Dhe mungesa e të gjithë këtyre aktorëve, zinxhirëve, edukatës familjare, bën që të marrin vetëm modelet për fat të keq të TikTokut dhe t'i zbatojnë në jetën e tyre të përditshme. Po, avokat. Shikom, unë do të trajtoja këtë pikën për të cilën neve kemi një mangësi të jashtëzakonshme te pjesa e marrëdhënieve se si funksionon ligji për këta parashkollorët e tjera, por që në kohën time, me që e pregu pak Aida, ne vërtet nuk kemi pasur një pjesë
të edukatës juridike në përshkolla, por ka qenë familja shumë herë më e fortë dhe prindi kishte më shumë vlerë se sa sot. Po ta shikosh, nga liria që i kanë dhënë nxënësve të shkollës, sot që flasim, ata nuk pyesin më as mësuesin, dhe kjo është një marrëdhënie shumë e rëndë për nivelin tonë shkollor që kemi sot. Dhe e nesërmja është më e errët qoftë edhe të kuptuarit të tyre se si mund të jetosh në një shoqëri demokratike dhe si të respektosh rregullat dhe jetesën në një demokraci, në një shteti, në një demokraci funksionale, të respektosh pronën, gjitonin, marrëdhënien me shtetin, qoftë edhe në detaje, ligjin për pjesën e qarkullimit rrugor, apo ato tabelat e tjera. Pra, ka një marrëdhënie krejt tjetër të kuptuarit. Kemi mësira sa të duash, unë e kam shprehur dhe po e shpreh prapë. Duhet të rindërhyrë të pjesa për ligjin e arsimit, duhet të dhënë fuqi mësuesit, do të dhënë autoritet, jo që nxënësit e filmojnë mësuesit dhe fillon pasaj merr një diskreditim në rrjetet sociale që e diskreditojnë imazhin e mësuesit dhe atë si person. Pra janë disa elementë, nuk e di nëse po më kupton, dhe nëse jam okay në të gjithë këtë thënie, por që unë e shikoj që duhet ndërhyrë sepse në qoftë se në kohën time kishte një shkollë edukimi, çfarë do lloj gjëje të bënte një fëmijë i cili ishte i parregull në shkollë, ata e çonin për riedukim në një shkollë edukimi dhe ka qenë diku në kombinat. Aty ka funksionuar si një institucion arsimor, por ishte në kushtet e një riedukimi. Pra, po ndërtohet përsëri instituti i të miturve në Vajqar, pra përpara disa kohësh ishte e lançoi edhe ish ministri i drejtësisë Ulsi Manja, që puna kishte nisur dhe uroj shumë që ndërtimi i këtij instituti të shërbejë, por çështja është që pse duhet në një vend kaq të vogël të kemi një numër që vjen për ditë e në rritje. Fjori, kur kam qenë përpara 3 vitesh në burgun në institucionin e vuajtjes së dënimit të miturve në Kavaj, kanë qenë 27, në mos gaboj. Ndërkohë që sot numri i tyre i ka kaluar të 100-at. Pra, dhe shto pastaj këtu edhe të miturit të cilët nuk arrestohen apo nuk dënohen, pra marrin masa më të buta të dënueshmërie që është rritur në nivele të frikshme, ama në kaq pak vite kemi një 3 fishim apo 4 fishim të numrit të fëmijëve të cilët të adoleshentëve të cilët vuajnë tashmë dënimin në atë institucion riedukimi. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që deri në këtë periudhë 3 vjeçare, 4 vjeçare ka pasur një rritje të jashtëzakonshme, një progresivitet të lartë të krimit tek të miturit dhe kjo jo sepse ndryshoi kodi, apo jo sepse ka ndryshuar ligji, po kjo sepse ne kemi disa gabime si shoqëri apo institucionet tona kanë disa gabime që nuk e di pse e kanë kaq të vështirë. Po ta mbyllur me këtë temë sepse dua t'ju pyes edhe për një ngjarje tjetër, jemi në minutat e fundit, ju lutem. Po avokat. Jo, problemi është që duhet të dini se çfarë ndodh pas 16 viteve me këtë djalë të ri. Në momentin që ai sot ka marrë dënimin, kalon te instituti i të miturve në Kavaj dhe kur mbushtet me 10 vjeç, shikohet gjendja që ai duhet kaloj në një seksion të rriturit. Pra ai duhet kaloj në një burg, në një EVP tjetër. Mirë, po kjo varet gjithmonë që si do të vlerësohet nga institucioni dhe si do të jetë në pjesët e marrëdhënies psikologjike dhe rrezikshmëria e tij. Pjesa tjetër për të cilën çfarë përfiton. E diç më kujtove. Një të mitur tashmë i rritur në institucionin e vuajtjes dënimit të miturve në Kavaj, të cilin historikun ja njihja shumë mirë, pra ai ishte i dënuar për vjedhje. Unë e kisha takuar shumë herë, sa herë që ai pothuajse çdo herë që ai arrestohej apo shoqërohej nga policia e Tiranës për vjedhje dhe kur shkoi e gjej në burg dhe i them përsëriti këtu,
përsërim tha mua këtu dhe për 2 ditë arrinte moshën madhore. E di çfarë më thonte? Të lutem bëj çmos që unë mos të kaloj në burgun e të miturve, që të rri të paktën deri në 21 vjeç këtu, sepse lirohej përpara se të mbushte 21 vjeç, pra nuk I kishte mbetur edhe shumë dënim, sepse nëse shkoj në burgun e të rriturve, jo vetëm që mund të trajtohem keq, pra kishte frikën e trajtimit keq nga të burgosurit e tjerë, por unë rrezikoj të bëhem shumë më I keq se sa isha më parë dhe kam nevojë të rri këtu, të riedukohem dhe kur të dal të paktën në mos shumë I mirë, më I mirë se sa isha. Të kalojmë në një moment tjetër, ju lutem tek atentati me 2 viktima në rreth rrotullimin e Rinasit, Aida, është shoqëruar një tjetër person për t'u marrë në pyetje. Ka detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje të rëndë? Patjetër. Atëherë bëhet fjalë për një person nga fshati Halil me inicialet BG, I cili është ashtu sikurse se duhet sqarojmë të diçka, Fiori, duke qenë një ngjarje e rëndë, duke qenë një atentat tipik mafioz që e bën edhe më të vështirë zbulimin nga ana e grupit hetimor, vazhdimisht grupi hetimor, prokuroria dhe policia marrin në pyetje dhe shoqërojnë persona të ndryshëm të cilët mund të jenë dëshmitar apo të skeduar nga ana e policisë si persona të cilët përfshihen në ngjarje kriminale. E njëjta gjë, pa problem. Gjë ka ndodhur edhe ditën e kaluar ku policia e Tiranës ka shoqëruar këtë person nga fshati Halil për ta marrë në pyetje nëse ka apo jo dijeni sa I takon ngjarjes së ndodhur në përpara aeroportit të Rinasit ku mbeti I vrarë Gilmando Dani dhe humbi më pas jetën në spitalin ushtarak të Tiranës Muçi Saliani. Nuk ka dalë, të paktën nga informacione që unë kam, nuk ka shërbyer për grupin hetimor marrja në pyetje këtij personi, pasi ka thënë që pra ka mbajtur qendrim mohues dhe është liruar ditën e sotme pasi ka bërë 8 apo 12 orë sa mund të mbahen personat e shoqëruar. Dhe patjetër do të ketë edhe persona të tjerë të cilët do të merren në pyetje për ta dërguar sadopak grupin hetimor drejt afër apo drejt zbardhjes së këtij atentati të rëndë. Avokat, si e shihni këtë ngjarje? Do të zbardhet shpejt? Apo është nga ato ngjarje të destinuara që me kalimin e kohës do të harrohet, le të themi? Siç ka ndodhur me mjaft ngjarje të tjera të rënda. Zbërthim aplikacione. Nuk besoj se kjo do të harrohet si ngjarje, se para një që është... Do të harrohet në thonjza, thash, në pjesën dhe autoritetin moral dhe profesional të institucionit të policisë shtetit, e cila është një sfida hapur në një nga pjesët më të vëzhguara dhe më të sigurta, ka ndodhur një krim I tillë si ndodhi. Problemi I ndalimit të disa personave është pjesë procedurale të cilën nëse në elemente marrëdhënie të caktuara, qofte edhe nga bashkimet të cilat bën policia e shtetit, qofte edhe në për video, në për YouTube, qofte bën në për Facebook e Instagram e tjera, këto janë pjesë e një vëzhgimi të cilat mund të çojnë dashur pa dashur te një person I cili pse jo mos e zhvillojnë hetime dhe mbi të. Pra krijohen indicie, qofte edhe nga komendet. Problemi është që ajo ka qenë një vrasje shumë e kalkuluar, personat e kanë njohur shumë mirë zonën, dhe marrëdhënia për të cilën se si për 90 sekonda ka ndodhur gjithë ajo vrasje, a gjithë 10 sekonda diçka e tillë, tregon që ata kanë qenë shumë të përgatitur dhe shumë të strukturuar për të bërë një vepër të rëndë kriminale të cilët është në një zonë e cila rritet. Pra, e shikoj që ky si rast do të zgjasi për këtë person I cili është ndaluar nuk është se ka ndonjë arsye të qëllimit, është I ndaluar apo është shoqëruar për pyetje, nuk është konfiguruar akoma dhe pjesa e imazhit të tij, kështu që janë disa elemente të cilat policia e shtetit është në kuadrin e hetimeve të cilat mendoj që nuk do ta lej, por kjo nuk do të thotë që çështja do të zbardhet tani, çështja do të zbardhet nesër apo pas nesër, mund të rri edhe me vite dhe ndoshta mund të jetë edhe
momente cila edhe nuk mund të zbardhet, por gjithsesi kjo tregon vetëm nga pjesa ku autorët diku ndoshta dhe shfryn atë pjesën që mund të kenë gabuar diku në pjesën e tyre, të cilët diku një moment caktuar edhe flitë. Që kjo është ajo marrëdhënia e tyre. Ka shumë raste të cilat në një moment të caktuar, pse ka kaluar shumë vite, personazhet veçantë kanë arritur të thonë që janë Kemi një shkëputje të audios. Unë ju falenderoj shumë për prezencën, për kohën dhe për të gjitha detajet, informacionet dhe opinionet që ndat me ne. Faleminderit shumë avokat, faleminderit shumë Aida, gjithmonë të mirëpritur në Breaking. Ne mbyllim këtu këtë transmetim, shihemi sërish nesër, kalofshi sa më mirë dhe qëndroni me Top News.